Në për emisione ma bëjshin adin që të pyetje çka është, çka do më thonë, qysh po funksionon që kjo AI, edhe pashka erdha e menova, thash, nëse më pyet çka si përgjigja adin, edhe menoj që përgjigja ma e mirë shkon, nëse ti kishe mujt me knu, qysh kishe dasht me t'inglu. Edhe inteligenca artificiale Ka fiks për mu, që s'di me knu, po kom qef me knu. Po, une për vedi nuk është që muj me kap notat nolta, për shembull, me zgat shumë vokalin, me këndu falseto ose kësi, edhe AI ma ka mundësu që të sene. A kushton, a është e kushtueshme mi realizu këto? A kushton ma shumë se sa një producent që e njës një kongë prej... Jo, realisht kushton shumë ma lirë. Shumë ma lirë, a? Për ma lirë, edhe që kjo mëne që pak kom i dëmtu producentat në... A është dalim shumë i madh i kostos? Shumë dalim i madh i kostos. Nashta me shku dikon ti merë 2.000-3.000 euro me ta bo një kongë, me këta unë është nashta me kry me 100 euro, me 200, hajde më varë të ashtim materiali sa përdorë.